Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues, nga ky edicion informativ, pas pak në lajme do të ndiqni. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velie, kërkon pavlefshmërinë e dekretit për emërimin e Olsi Datos në sistemin e drejtësisë. Sipas Veliet, ai nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës, seanca në gjykatën administrative u shtyp për në datën 8 maj. Kryeministri Edi Rama mblodhi kryetarët e bashkive në kuadër të planit punët të Shqipërisë. Në takim u diskutua për menaxhimin e territorit si dhe përshtimin e kapaciteteve të emergjencave civile, fokusit e pastrimit dhe parkingit. Kryetari i PD-s Berisha thotë se nuk do të ketë integrim në BE nëse nuk largohet Edi Rama. Ai shpreh se procesi është ndalur për shkak se mazhoranca po mbron përmes votës në kuvend të korruptuar, i ftoi qytetarët të protestën e radhës. Policia e Korçës heton vrasjen e 78 vjeçarin si pasojë e vjedhjes. Mësohet se i moshuari dhe autori janë përleshur dhe më pas viktima është goditur me sende të forta në kokë, u gjeti pa jetë në banesë nga punonjësi i postës. Ndonë se u eliminua nga Bosnia-Hercegovina, Italia mund të marrë pjesë në botërorin e kësaj vere. Mediat shkruajnë se nëse Irani nuk do marrë pjesë, FIFA do të zëvendësojë me ekipin italian. Shkak për përzgjedhjen është renditja e mirë në nivel kombëtarësh. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velie, kërkon pavlefshmërinë e dekretit presidencial që e ka përfshirë prokurorin Olsi Dato në sistemin e drejtësisë. Me këtë kërkesë ai u paraqit në gjykatën administrative ndërsa ishte dhe vetë i pranishëm. Gjatë seancës gjyqësore ka pretenduar se gjatë kohës që ai ka qenë në zyrën e kryebashkiakut, Dato i ka kërkuar edhe lejen ndërtimi. Seanca për këtë çështje u shty dhe do të zhvillohet në datën 8 maj në orën 14. Olsi Dato është një nga prokurorët e çështjes Veliet, i cili që prej 10 shkurtit të vitit të shkuar ndodhet në masën arrest në Burg. Kryeministri Rama mblodhi në Pallatin e Kongreseve kryebashkiakët në kuadër të turit për punët e Shqipërisë. Në qendër të mbledhjes ishte përgatitja për zgjedhjet vendore, paketa e maleve si dhe shërbimet ndaj qytetarëve. Për afro 1 orë e 45 minuta, kryeministri Edi Rama zhvilloi të premte një takim me kryebashkiakët socialist në Pallatin e Kongreseve. Mësohet se diskutimet u fokusuan tek menaxhimi dhe zhvillimi i qyteteve. Kreu i qeverisë ka nënvizuar se po punohet për mbledhjen dhe përpunimin e mbetjeve, sidomos në zona turistike. Jo pak vëmendje ka marrë paketa e maleve, e cila sipas Ramës ka patur një interes të lartë. Burime për Klan News thanë se si fillim në dispozicion të saj do të vendoset një buxhet prej 5 milion eurosh. Më herët Rama ka deklaruar se asnjë kryebashkiak nuk do të rikandidojë nëse nuk arrin objektivin prej 10 kontratash për paketën e maleve. Kreu i qeverisë gjithashtu i ka kërkuar kryebashkiakëve në këtë mbledhje më shumë angazhim për rritjen e rolit të bashkive si sipërmarrëse, edhe në partneritet me sektorin privat, me qëllim gjenerimin e të ardhurave për pushtetin vendor. Gjatë takimit, kryeministri ka theksuar domosdoshmërinë e përforcimit të emergjencave në nivel lokal, përfshirë shërbimet zjarfikëse. Rama porositi vëmendje në menaxhimin e parkimeve në qytete, ndërsa është diskutuar që objektet me vlerë historike dhe kulturore të kthehen në muze për të ruajtur trashëgiminë kulturore. Në kuadër të turit punët e Shqipërisë, kryetarëve të bashkive ju është kërkuar të angazhohen më shumë në terren e në takime me qytetarët për të dëgjuar problematika dhe shqetësimet e tyre, ndërsa për ato kryebashkiak që kanë më shumë se 3 mandate dhe që nuk mund të rikandidojnë për një mandat tjetër, i ka kërkuar të mos e ulin vigjilencën për pjesën e mbetur të detyrës. Sali Berisha akuzoi kryeministrin se duke mbrojtur korrupsionin po bllokon integrimin e vendit. Ai tha se përgjigjja që opozita do të ketë ndaj tij do të jenë protestat. Mbrojtja që kryeministri Edi Rama po i bën korrupsionit duke përdorur mandatet e deputetëve në parlament po bllokon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Kreu demokratëve tha në konferencën për mediat se pa u ndëshkuar Rama dhe ministrat e përfshirë në korrupsion, vendi ynë nuk do të mund të antarësohet në Union. Pa ndëshkimin e korrupsionit dhe përgjegjësinë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë hap drejt Bashkimit Evropian. Edi Rama është bërë
Parzmore e korrupsionit, përdori 81 mandatet për Lubi Ballukun. Një përgjigje pati për kryeministrin Rama, i cili ka deklaruar se më gjuhën që Partia Demokratike përdor në takimet me ndërkombëtarët dëmtojnë integrimin. Është absolutisht mashtrim dhe e pavërtet. Qëndrimi ynë ka qenë dhe mbetet. Ne mbështesim procesin e integrimit, ndonse Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Teksa vijoi akuzat për korrupsion në nivele të larta, Berisha tha se shteti mbron Ergys Agasin, i cili sipas kryedemokratit nuk është shpallur në kërkim ndërkombëtar. 2 javë më parë, Ergys Agasin e kanë rrafur shumë keq, e kanë shtruar në dru. Sipas qytetarit digjitale është dërguar në një spital privat. Por duhet dini që Ergys Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergys Agasin. Mandati në Shqipëri është i pavlerë sepse atë policia nuk e arreston. Berisha shprehet mosbesues në ngritjen e një komisioni hetimor për çështjen Akshi, por tha se përgjigjja e opozitës për qeverinë do të jenë protestat. Edi Rama i ka mohuar opozitës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Ndaj dhe ne u jemi drejtuar qytetarëve. Protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore më e rëndësishme e qytetarëve shqiptarë. Berisha nuk pati akuza vetëm për kundërshtarët e tij politik, por edhe për demokratët e përjashtuar, të cilët pak ditë më parë i shkuan në Seli për të mësuar arsyet e vendimit të Partisë Demokratike. Ata që kanë punuar për kundërshtar nuk do kenë vend në parti. Krahas përjashtimeve, Berisha u ka kërkuar strukturave që të punojnë për antarësime të reja në Partinë Demokratike, ndërsa paralelisht disa prej degëve të Selis Blu janë duke zgjedhur kryetar të rinj. Procesi zgjedhor brenda demokratëve do të vijojë me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike më 23 maj dhe do të finalizohet me mbledhjen e kuvendit kombëtar më 6 qershor. Ministri i Brendshëm tha gjatë një konferencë përshtypëse se deklarata e ambasadës amerikane ishte një njoftim rutin për shtetasit e saj. Ai deklaroi se situata e sigurisë në vend është e garantuar. Njoftim rutine ka konsideruar ministri i Brendshëm Besford Lamallari lajmërimin e ambasadës amerikane në Tiranë për kujdes të shtuar nga ndonjë sulm i mundshëm nga grupe që lidhen me Iranin. Në një konferencë për mediat, ministri tha se të gjitha strukturat prej kohësh janë vigjilent. Është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshihet edhe Bashkimit Evropian. Policia e shtetit tashmë ka ngritur kapacitetet e nevojshme për të përgjigjur kërcënimeve të ndryshme që vijnë edhe në forma hibride. Kreu i Ministrisë së Brendshme nënvizoi progresin e Shqipërisë në plotësimin e kapitujve në kuadër të integrimit evropian, teksa tha se BE është siguri për Shqipërinë. Është në interesin e Shqipërisë, por jo vetëm, që Shqipëria sa më parë të jetë pjesë e familjes evropiane, marrë parasysh këtu dhe zhvillime gjeopolitike dhe strategjike në rajon dhe më gjerë, luftrat që zhvillohen në Ukrainë, në Iran e tjerë, ku padyshim projekti evropian është dhe një projekt sigurie. Ministri komentoi edhe çështjen e monopatinave, për të cilat tha se qeveria nuk është ende gati për të hartuar një nismë të re ligjore për rinisjen e qarkullimit të tyre. Jam shumë gurrues që të shkoj me nisma të ndryshme ligjore deri në momentin që të kem diçka të pjekur, të konsoliduar, të mirë menduar dhe jo për qëllime populiste apo edhe tregtare, sepse në fund ditës unë jam këtu për të mbrojtur jetën dhe sigurinë e qytetarëve dhe sigurinë publike në tërësi. Sipas ministrit, monopatinat e sekuestruara nga shteti do të rikthehen vetëm atyre që do të paraqesin certifikat pronësie. Postiri zbuloi vrasjen e 78 vjeçarit në Korçë. Ai shkoi pranë banesës të moshuarit, por nuk i përgjigj njerëzisë. Së bashku me fëmijët konstatuan humbjen e jetës së Gzim Vijës. Mbjedhje me pasojë vrasjen është pista ku janë përqendruar hetimet e policisë për vdekjen e 78 vjeçarit Gzim Vija në fshatin Bulgarec të Korçës. Nga hetimet mësohet se viktima dhe autori fillimisht janë përleshur me njëri tjetrin, e më pas ky i fundit e ka goditur të moshuarin me një send të fortë në kokë, duke i shkaktuar edhe humbjen e jetës. Burimet thonë se 78 vjeçari mund të ketë ndërruar jetë në orët e para të mëngjesit të së enjtes. Ka qenë punonjësi i postës, i cili shpërndan pensionet, që ka shkuar në banesën e Vijës, e ka thirrur për disa minuta dhe kur ky fundit nuk i është përgjigjur, ka njoftuar fëmijët. Ata kanë hapur me forcë derën dhe kanë gjetur 78 vjeçarin pa shenja jete në një prej dhomave të shtëpisë.
Nga ekspertiza mjekoligjore ka rezultuar se të moshuarit i është shkaktuar një plagë e thellë me send të fortë në pjesën e kokës. Burime nga uniformat blu thonë se identifikimi i autorit është i vështirë pasi gjurmët në vend ngjarje janë të pakta. Gëzim Via jetonte i vetëm prej 25 vitesh, ndërsa kishte 4 fëmijë, ndonse ishte në pension, ai punonte për riparimin e pajisjeve të ndryshme. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi një sulm të ashpër ndaj Iranit në shenjë se pritet të jetë sistemi energjetik dhe ura. Teherani goditi një rafineri në Kuvajt. Lindja e mesme është përfshirë nga një valë e re dhune dhe shkatërimi, ndërsa Irani ka lëshuar sulme akmarrëse ndaj Izraelit dhe vendeve të gjirit. Në Kuvajt, rafineria gjigande e naftës Mina Al Ahmadi u përfshi nga flakët pas një sulmi me dron. Nëse korporata e naftës në Kuvajt njoftoi se nuk ka të lënduar, dëmet materiale llogaritën të konsiderueshme, duke tronditur tregje të ndërkombëtare të energjisë. Në Liban, forcat mbrojtëse të Izraelit raportojnë se kanë kryer një sulm ku janë vrarë 15 anëtar të Hezbollahut. Gjithashtu kanë lëshuar urdhra të rinj evakuimi për banorët në periferit jugore të Beirutit. Nga Washingtoni, presidenti Donald Trump ka përdorur një gjuhë të ashpër, duke paralajmëruar shkatërimin e urave dhe sistemit energjetik. Shtetet e Bashkuara as nuk kanë filluar ende të shkatërrojnë atë që ka mbetur në Iran, shtoi Trump në Truth Social. Këto kërcënime vijnë pas një sulmi amerikan mbi një urë që lidh qytetin Karaj me Teheranin. Zyrtarët lokalë raportojnë për të paktën 8 viktima dhe rreth 100 të plagosur, kryesisht civil. Ndërkohë në rrafshin diplomatik, Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka shtyr për të shtunën votimi për një rezolut që do të autorizonte shtetet anëtare të përdornin të gjithat masat mbrojtëse për të siguruar ngushticën e Hormuzit, një rrugë etike për transportin global të naftës. Kina ka paralajmëruar se është kundër përdorimit të forcës. Presidenti Emmanuel Macron është përgjigjur kritikave të Donald Trump ndaj NATO-s dhe tallive të tij ndaj homologut francez. Kreu i Elizes kërkoi një qasje serioze ndaj konfliktit në lindjen e mesme. Merci beaucoup. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kritikuar ashpër deklaratat e presidentit Trump mbi luftën në Iran dhe NATO-n duke thënë se nëse do të jesh serioz, është më mirë të mos dalësh me diçka të ndryshme çdo ditë. Ça parle trop. Ka shumë fjalë dhe janë kudo. Ne të gjithë kemi nevojë për stabilitet, qetësi, një kthim në paqe. Kjo nuk është një shfaqje. Duhet të jesh serioz kur do të jesh serioz. Nuk duhet të thuar çdo ditë të kundërtën e asaj që sapo the një ditë më parë dhe ndoshta nuk duhet të flasësh çdo ditë. Macron mbrojti gjithashtu NATO-n duke akuzuar Trumpin për minimin e aleancës ushtarake të mbrojtjes përmes vërejtjeve të përsëritura që vënë në dyshim angazhimin e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e saj në aleancë. Je pense que des organisations, des alliances comme l'OTAN. Unë besoj se organizata dhe aleanca si NATO përcaktohen nga ajo që mbetet e pathënë, domethënë besimi që i mbështet ato, nëse edhe dyshime mbi angazhimin të çdo ditë, ti e gërryen vetë substancën e saj. On en vit de la substance. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme për të riparuar marrëdhëniet dhe udhëheqës të tjerë europiane kanë mbrojtur aleancën me Keir Starmer të Mbretërisë së Bashkuar, që i quajti atë aleancën më efektive ushtarake që bota ka parë ndonjëherë. Dy senatorë amerikanë, republikani Mitch McConnell dhe demokrati Chris Coons, thanë në një deklaratë të përbashkët se Senati do të vazhdojë të mbështesë aleancën për paqen dhe mbrojtjen që ajo ofron për SBA-n, Europën dhe botën. Kongresi miratoi legjislacionin në vitin 2023 që do të parandalonte çdo president të tërhiqej nga NATO-ja pa miratimin e saj. Kryeministri Polonis Donald Tusk tha ndërkohë se kërcënimet e përsëritura të Trump për të tërhequr nga NATO, së bashku me perspektivën e një krize masive energjetike në Europë dhe faktorë të tjerë, dukeshin të gjitha si një plan ëndrash për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Lufta në lindjen e mesme ka shkaktuar krizë në transportin ajror, kryesisht në Evropë. Mediat italiane bëjnë me dije se tankeri i fundit me lëndë djegëse për avionët mbrin më 9 prill në Holland. Kompanitë pritet të shfrytëzojnë rezervat strategjike për rreth një muaj. Tankeri i naftës 250 metra i gjatë Ronglin 1, një gjigant i deteve, aktualisht po lundron përgjatë Bregdetit të Afrikës Perëndimore. Kur të ankorohet në portin e Rotterdamit në Holand, në fund të pasdites së 9 prillit do të jetë tani e fundit e ngarkuar me karburant aviacioni që do të largohet nga gjiri persik me destinacion Europën.
Pasi u nis nga Mina Al Ahmadi më 26 shkurt, fillimisht me destinacion Malton sipas Marine Traffic, ai arriti pikërisht në kohë për të kaluar në përngushtitën e Hormuzit para bllokadës së Iranit. Pas kësaj nuk do të mbërri më karburant avionësh nga lindja e mesme për linjat ajrore europiane. Tankeri me flamur të Singaporit shpjegon se ka shqetësim midis linjave ajrore europiane. Sipas parashikimeve tona, deri në fund të prillit dhe fillim të majit, do të gjendemi me gjysmën e vajgurit të disponueshëm në Europë, sa për Corriere della Sera, kreu i operacioneve për një nga linjat ajrore më të mëdha të kontinentit. Ndoshta mund të fitojmë 3 deri në 5 javë duke u mbështetur në disa rezerva strategjike dhe duke vonuar pastrimet e rafinerive, të cilat zakonisht ndodhin në pranverë, por nuk do të jenë të mjaftueshme. Një nga pasojat më të rëndësishme të luftës SBA Izrael-Iran ndikon në transportin ajror. Europa nuk importon sasi të mëdha nafte bruto nga gjiri, por rreth gjysma e karburantit të avionëve në aeroportet europiane vjen nga rafineritë në ngushticën e Hormuzit. Një burim tjetër i rëndësishëm është India, por me krizën që godet më rënd Azinë juglindore, tankerët tani po devijojnë drejtimin drejt lindjes, ku kompanitë kanë marzhe më të larta fitimi. Hobbit është pajisja që pritet të sjellë revolucion në mjekësi, përmes saj synohet të ndryshojë trajtimi për pacientët me sëmundje kronike për sa i përket marrjes së medikamenteve trajtuese. Në të ardhmen, farmacinë humanët do ta kenë të implantuar në trup. Një pajisje e vogël do të implantohet në përmbajtje ka anqeliza të inxhinierizuara që janë në gjendje të prodhojnë ilaçe nga brenda trupit me kozgjatje deri në disa javë. Aktualisht kjo pajisje është testuar me sukses tek kavjet në laborator dhe mund të sjellë revolucion në mënyrën se si kurohen patologjitë kronike, duke eliminuar kështu atë të marrjes së ilaçeve tradicionale. Pajisja është krijuar nga një grup shkencëtarësh të disa universiteteve amerikane në bashkëpunim dhe puna studimore dhe rezultatet janë publikuar në revistën Device. Pajisja quhet Hobbit, përmban një sistem që prodhon oksigjen me një mini gjenerator, qeliza të modifikuara gjenetikisht, një bateri dhe pajisje mikroskopike elektrike që shërbejnë në rregullimin e oksigjenit dhe në komunikimin me pajisjet jashtë trupit nëpërmjet linjës wireless. Në testime, pajisja është implantuar në lëkurën e kavjeve e studiuesit kanë provuar që qelizave të modifikuara t'i japin komand për të prodhuar 3 lloje të ndryshme molekulash. Testimet kanë zgjatur 30 ditë, nivelet e medikamenteve në gjak kanë qëndruar të stabilizuara dhe të larta dhe 65% e qelizave ka qëndruar vitale. Kultivimi i bimëve në Mars mund të bëhet realitet fal shkencës. Eksperimentet e fundit tregojnë se kjo ndodh duke përdorur burimet natyrore të planetit të kuq. Pas fluturimeve rreth hënës, njeriu synon planetin Mars. Prej kohësh kanë nisur eksperimentet në tokë për të bërë të mundur qëndrimin e njeriut në hënë, në Mars e më pas në të ardhmen ndoshta në të gjithë planetet shkëmbor të sistemit tonë diellor. Aktualisht është arritur të krijohet një kopësht autosuficient për të kultivuar bimë, duke përdorur vetëm burimet e pranishme në mjedisin e planetit të kuq. Një ekip kërkuesish të Universitetit të Bremen, në bashkëpunim me qendrën hapësinore gjermane, kanë krijuar një fertilizues nga bakteret. Bakteret e përdorura janë të ashtu quajturat alga të kaltra, mikroorganizma njëqelizore që kryejnë, sikurse dhe bimët, fotosintezën, çka i bën të kenë disa përparësi për të përshtatur në planetin Mars. Mund të përdorin dioksidin e karbonit të pranishëm në atmosferë atje, të prodhojnë oksigjen dhe të përftojnë lëndë ushqimore nga terreni aty. Në laborator, kërkuesit kanë riprodhuar të gjitha kushtet njësoj me ato reale në planetin e kuq dhe kanë kultivuar disa bimë dhe nga 1 gram baktere janë prodhuar 27 gram biomasë e freskët dhe e ngrënshme. Studimi tregon se bimët mund të kultivohen edhe jashtë planetit mëm tokë, duke përdorur burime natyrale në Mars, në këtë rast mikrobe, dhe mund të jetë baza për prodhimin ushqimor të shëndetshëm në planetin e kuq. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, Lemesh. Faleminderit që na ndoqët.